Rafael u ndal në prag të kuzhinës dhe pa diçka që nuk e kishte parë për më shumë se një vit. Vajza e tij, Beatrice, ishte ulur mbi tavolinë me miell në duar dhe po gatuante brumin nën mbikëqyrjen e duruar të një gruaje që kishte jetuar në shtëpinë e tyre vetëm 12 ditë. Dhe Beatrice po qeshte. Jo atë buzëqeshje të sjellshme dhe të detyruar që u drejtonte terapistëve dhe të afërmve, por një buzëqeshje të vërtetë. Ajo pamje e vetme. Një vajzë 8 vjeçare me miell në hunë që shikonte dik pa u tkurrur, mjaftoi që gjoksi i një burri të rritur të shtrëngohej. Nëse mendoni se e dini se si përfundon kjo histori, ju premtoj se nuk e dini. Këtë do ta mbani me vete. Nëse nuk e keni bërë akoma, shtypni subscribe, like dhe komentoni më poshtë. A keni parë ndonjëherë dik të shërohet para syve tuaj? Tani le të fillojmë. Rafael e vuri re ndryshimin përpara se të kuptonte se çfarë po shihte, sepse Beatrice nuk qëndronte pranë askujt për më shumë se disa minuta. Afrohej, pastaj tërhiqej, donte shoqëri, pastaj e refuzonte, fillonte t'i hapej dikujt dhe më pas zhdukej në dhomën e saj për orë të tëra pa thënë asnjë fjalë. Atë mëngjes ajo qëndronte akoma pranë Elises, me duart në brum, duke dëgjuar çdo udhëzim pa kërkuar një rrugdalje. Kuzhina, e cila vitin e fundit nuk kishte qenë gjë tjetër veç se një vend për vakte të shpejta dhe heshtje të gjata, ndjehej ndryshe thjesht sepse vajza merrte frym pa tension. Elise nuk përpiqej të linte për shtypje, nuk bënte shumë pyetje, nuk e trajtonte Beatricen sikur ishte e brish dhe nuk e trajtonte si një problem, ajo thjesht thoshte atë që duhej thënë dhe priste. Shtyp këtu me pëllëmb, tha ajo e qetë. Beatrice dëgjoi, shtypi gabim, shikoi brumin e shtrembër dhe u bllokua. Rafael e njihte atë moment. Ishte pikërisht atëherë kur vajza e tij normale hiqte dorë, por Elise nuk nxitonte. Nuk ka pse të jetë perfekt, tha ajo, duke e shtyr brumin përsëri në mes. Thjesht vazhdojmë. Beatrice provoi përsëri. Doli mjaft mirë sa për ta bërë atë të qeshte. Rafael u tërhoq ngadalë nga dera, nuk donte të prish çfarëdo që ishte ajo, por Beatrice e pa. Babi, shiko. Zëri i saj nuk ishte I ulët, I prerë apo I ngecur. Ishte I gjallë. Ai eci deri te tavolina dhe shikoi gjurmët e vogla të duarve të shpërndara në miell. Po shikoj, tha ai. Do të jetë shumë mirë. Beatrice I drejtoi supet sikur miratimi I tij ende kishte rëndësi. Dhe kishte. Më shumë miell përfundoi në tavolinë sesa në brum, shtoi ai, duke u përpjekur të dukej I shkujdesur. Elise e vështroi nga cepi. Kjo do të thotë të jesh bujar. Beatrice qeshi. Ai zë e ndryshoi të gjithë dhomën. Që kur Klara vdiq, asgjë në atë shtëpi nuk e kishte gjetur vendin e saj. Stafi pëshpëriste. Të afërmit shfaqeshin në data të caktuara dhe ktheheshin herët në shtëpi. Mjekët ulnin zërin sa herë flisnin për Beatricen dhe Rafael kishte mësuar të përballonte pikëllimin në të njëjtën mënyrë siç drejtonte kompaninë e tij, duke mbushur çdo orë për të shmangur përballjen me zbrazëtin kur vinte nata. Me vajzën, megjithatë, asnjë strategji nuk funksiononte. Beatrice ishte 8 vjeç, por pasi humbi nënën e saj, kishte ndërtuar mure që I ngatëronin të gjithë rreth saj. Disa dado thanë se ajo kishte nevojë për disiplinë, të tjerët u përpoqën të blinin vëmendjen e saj me dhurata. Një mësuese private rekomandoi ilaçe përpara se ta njihte fare mirë vajzën. Rafael I largoi të gjithë, një nga një, por dëmi shkonte përtej punësimeve të dështuara. Pas kaq shumë përvojash të këqija, thashethemet për Beatricen u përhapën. Njerëzit nuk ja thoshin hapur Rafaelit, por ja thoshin njëri tjetrit. Vajza e burrit të pasur ishte e mbyllur, e paparashikueshme dhe e pamundur për t'u menaxhuar. Beatrice dëgjonte më shumë se sa çdo kush e kuptonte. Ngadalë, ajo kuptoi se njerëzit po tërhiqeshin prej saj dhe kjo lëndonte më shumë se çdo gjë që mund të shprehte me fjalë. Elise hyri në atë situatë pas fond, pa kontakte dhe pa premtime. Ajo ishte rekomanduar nga një ish shtëpiake që ishte pensionuar në Smlan. Ajo erdhi për të organizuar shtëpinë me kohë të plotë, me një marrëveshje të qartë. Ajo nuk ishte dado, as shoqëruese për fëmijën, as përgjegjëse për të riparuar jetën emocionale të askujt. Mëngjesin e parë, ajo e gjeti Beatricen ulur në dyshemen e korridorit me krahët e mbështjellë rreth gjunjëve, duke vëzhguar se si stafi I shtëpisë lëvizte si njerëz që ishin vetëm në tranzit. Elise tha, mirëmëngjes. U përball me heshtje.
Të nesërmen, e njëjta gjë. Ditën e tretë, Elise u ul në anën tjetër të korridorit ndërsa rendiste produktet e pastrimit dhe tha, pa e parë drejt për drejt vajzën, ky dysheme vëren gjithçka. Beatrice u përgjigj pa e ngritur kokën. E gjithë shtëpia vëren. Ishte fjalia e parë dhe që andej, pa presion, pa detyruar asgjë, diçka filloi në heshtje. Tani atë mëngjes me brumin, ndoshta ky fillim duke i vogël për këdo, por jo për Rafaelin. Ai e kuptonte peshën e asaj që po dëshmonte. Vajza e tij pranonte korrigjimin pa u mbyllur, dëgjonte udhëzimet pa i interpretuar si refuzim, qëndronte me dik pa planifikuar aratisjen. Në drek, ndodhi diçka e pazakontë. Beatrice donte të ulte në krye të tryezës, jo në qoshe ku zakonisht hante dhe mezi prekte ushimin. Ajo kërkoi që Elise të ishte afër për të parë bukën e prerë. Kur u shërbye feta e parë, Beatrice e nuhati, e preku, e shijoi dhe e shikoi drejt e në sy të atit të saj. Unë e bëra këtë. Vërtet e bëre. Ajo heshti për 2 sekonda dhe pastaj e korrigjoi veten. Ne e bëm këtë. Ishte hera e parë në disa muaj që ajo përfshinte veten së bashku me dik tjetër. Elise qëndroi pa lëvizur, duart e kryqëzuara mbi përparse, por sytë e saj ndryshuan. Nuk ishte krenari, ishte kujdes. Lajmi për përmirësimin e Beatrices nuk vonoi të shqetësonte atë që nuk duhej. Atë pasdite, motra e Rafaelit u shfaq pa paralajmërim. Kjo ishte stili i Kristinës. Ajo erdhi me taka të larta, parfum të fortë dhe bindjen e palëkundur se kishte gjithmonë të drejtë. Dhe ajo e donte vëllain e saj në mënyrën e saj, por kishte zakon ta trajtonte dashurinë si një lloj drejtimi. Ajo e puthi Rafaelin shpejt, hodhi vështrim rreth e qark dhe u ndal kur pa Beatricen ulur në tryezën e kuzhinës duke vizatuar ndërsa Elise fshinte enën. A është këtu? Pyeti Kristina. Toni nuk ishte saktësisht i habitur. Po, është këtu, tha Rafael. Dhe ajo ndihet mirë. Kristina i u afrua mbesës së saj. Përshëndetje, zemër. Beatrice ngriti syt, u përgjigj me mirësjellje dhe u kthye te vizatimi i saj. Kristina vuri re menjëherë se vëmendja e vajzës ishte e ndarë me dik tjetër dhe kjo nuk i pëlqeu. Duhet ta çosh më shumë në pishin, tha ajo, duke vëzhguar Elisen nga cepi i syrit. Ose të organizosh takime me fëmijë të moshës së saj. Ky lloj izolimi nuk është i dobishëm. Rafael e humbi interesin për bisedën që aty. Ne kemi provuar gjithçka. Kristina kryqëzoi krahët. Dhe ndoshta ajo që mungon është struktura. Elise vazhdoi të fshinte enët sikur nuk kishte dëgjuar asgjë. Pikërisht kjo e bënte atë ndryshe. Ajo nuk konkuronte për hapësirë, nuk përpiqej të provonte asgjë. Dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse Kristina vazhdoi ta vëzhgonte me edhe më shumë vëmendje. Kush e ka pjekur këtë bukë? Pyeti Kristina. Unë dhe Elise, u përgjigj Beatrice përpara se ndonjë i rritur të arrinte të fliste për të. Kristina buzëqeshi shkurt. Kuptoj. Pastaj ju drejtua vëllait të saj. Tani që vajza është lidhur, kujdes vetëm që të mos ngatërosh gjërat. Shpreha e fytyrës së Rafaelit u mbyll. Të ngatërosh çfarë? Një gjë është të ndihmosh, një tjetër është të zësh një vend që pastaj bëhet bosh. Ti e di sa e ndjeshme është Beatrice. Beatrice, e cila dëgjoi emrin e saj, e la lapsin. Elise më në foli. Qetësisht, pa agresion. Ajo thjesht po vizaton dhe ha bukë, zonja Kristina. Heshtja që pasoi ishte e thatë. Kristina nuk priste një përgjigje. Unë shoh atë që shoh, tha ajo. Elise e mbajti shikimin. Atëherë zonja po sheh se ajo ndihet mirë. Rafaeli e ndërpreu para se të përshkallëzohej. Kristina, mjaft. Ajo e kuptoi kufirin, por nuk e la mënja nga brenda. Para se të largohej, kaloi pranë tryezës dhe shikoi vizatimin e Beatrices, ai përshkruante kuzhinën, 3 persona së bashku pranë tavolinës. Ajo e studioi për 2 sekonda, buzëqeshi një buzëqeshje të vogël dhe u largua. Megjithatë, dëmi ishte bërë tashmë. Atë mbrëmje, Beatrice u bë përsëri e heshtur, jo në mënyrë dramatike, por mjaftueshëm që Rafaeli ta vinte re. Në darkë, ajo ngatëroi perimet me pirun dhe mezi foli. Para se të flinte, kërkoi të shihte vizatimin që kishte bërë në mëngjes. Pastaj e grisi në 4 pjesë dhe e hodhi në plehra.
Rafaeli e pa shumë vonë. Pse e bëre këtë? Ajo ngriti supet. Ishte e shëmtuar. Nuk ishte. Po, ishte. Rafaeli u ul në gjunjë përpara saj. A të pëlqeu kur e bëre? Beatrice shtrëngoi buzët. Syt ju mbushën me lot, por ajo i mbajti. Tezja Kristina tha se ajo do të zhdukej. Rafaelit ju desh një sekond për të kuptuar se çfarë donte të thoshte. Kur e kuptoi, zemërimi erdhi, jo kundër Beatrices, jo kundër Elises, por kundër radhës së pafund të rriturve që vinin e shkonin në jetën e vajzës së tij, sikur të ishte e lehtë t'i kërkosh një fëmijë të mos lidhej me askën. Më shiko, tha ai. Beatrice e dëgjoi. Askush nuk do të zhduket nesër. E kupton? Mami u zhduk. Fjalia erdhi e pastër, pa dridhje në zë, pa lodh. Dhe pikërisht për këtë, lëndonte më shumë. Asgjë nuk të përgatit të dëgjosh të vërtetën nga goja e vajzës sate. Mami vdiq, vazhdoi Beatrice me atë fortësi që vjen nga të dëgjuarit e së njëjtës gjë të përsëritur derisa u bë një frazë e mësuar përmendsh. Njerëzit zhduken. Ai e zotëroi fytyrën e tij, mori frym me kujdes. Disa zhduken, por jo të gjithë zhduken vetëm sepse ti i pëlqen. A do të qëndrosh? Unë do të qëndroj. Po Elise? Rafaeli mendoi përpara se të përgjigjej, jo sepse dyshonte për Elisen, por sepse e dinte peshën që mbante çdo fjalë për vajzën e tij. Elise është këtu sot, do të jetë këtu nesër, dhe për sa kohë varet nga unë, askush nuk do t'i marrë të drejtën të kujdeset për ty. Beatrice studioi fytyrën e tij sikur po mate nëse premtimi ishte i vërtetë. A mund të flas me të nesër? Po, mundesh. Por e nesërmja filloi më keq nga sa priste. Herët në mëngjes, Rafaeli u përfshi në një krizë në punë, një marrëveshje ndërkombëtare që kërkonte nënshkrimin e tij para fundit të ditës. Në të njëjtën kohë, shkolla e Beatrices dërgoi një mesazh për një takim që ishte shtyrë për javë të tëra. Kristina, e cila nuk humbiste kur një mundësi, dërgoi një seri mesazhesh se ishte e rrezikshme që shtëpiakja t'i afrohej aq shumë vajzës, se stafi vjen dhe shkon, se vajza e tij kishte nevojë për trajtim profesional, jo për lidhje të përkohshme. Rafaeli i injoroi, por problemi pushoi se qeni thjesht një çështje familjare kur këshilltarja e shkollës i bëri i hon së njëjtës linje me fjalë të lëmuara. Beatrice historikisht ka reaguar keq ndaj figurave të autoritetit që ndërrohen shpesh, shpjegoi ajo. Ndoshta do të ishte ideale të mbahej një strukturë më e qëndrueshme, më klinike. Rafaeli dëgjoi çdo fjalë dhe u përgjigj pa ngritur zërin. Klinike nuk është e njëjtë me njerëzore, dhe vajza ime nuk është një rast studimi. Takimi përfundoi pa marrëveshje. Ai u largua më i lodhur se sa kur kishte ardhur. Kur u kthye në shtëpi në mes të pasdites, shtëpia ishte e heshtur në një mënyrë që nuk ishte paqe. Ai thiri Beatricen pa përgjigje, gjeti një nga të punësuarit në korridor. Ku është Elise? Gruaja hezitoi. Në dhomën e stafit, zoti Rafael. Pse? Përgjigja erdhi e ulët. Motra juaj ka qenë këtu. Nofullat e Rafaelit u tensionuan. Çfarë ndodhi? Ajo i tha Elise se afërsia kishte shkuar shumë larg, se shtëpia nuk mund të bëhej një rëmuj, se një fëmijë që lidhet vuan më shumë, se ishte më mirë që Elise të mbante distancë. Ai mbylli syt për një sekondë. Dhe Beatrice dëgjoi gjithçka. Rafaeli e gjeti vajzën e tij ulur në dyshemen e dhomës së veshjeve të nënës, me krahët e mbështjellë rreth këmbëve, ashtu siç ulej gjatë ditëve më të këqija. Fustani i lehtë ishte i rrudhur pasi kishte qëndruar në të njëjtën pozicion për aq kohë. Zemra ime. Ajo nuk u përgjigj. Beatrice, a i kërkove asaj të mbante distancë? Zëri erdhi i mbytur. Jo, por dikush tjetër e bëri. Jo unë. Të gjithë u thonë njerëzve të tjerë të zhduken. Rafaeli kuptoi se çdo argument i gatshëm do të shkatëronte atë që kishte mbetur nga besimi. Kështu që ai tregoi të gjithë të vërtetën. Unë bëra gabim që lejova njerëzit e tjerë të vendosnin se çfarë është më e mira për ty. Kjo përfundon sot. Beatrice ngriti kokën ngadalë. A do të zhduket ajo? Jo, nëse nuk dëshiron. Dhe nëse dëshiron? Pyetja preu gjithçka, sepse Rafaeli dinte shumë pak për jetën e Elises, të kaluarën e saj, planet e saj, atë që donte vetë. Ai dinte vetëm ndikimin që ajo kishte pasur në shtëpinë e tij.
Do të flas me të, tha ai. Por së pari, kam nevojë që ti të bësh diçka për mua. Çfarë? Të më shoqërosh poshtë. Të lutem, nuk dua. Nëse më shoqëron, nuk do të lejoj askën tjetër të flas për ty. Beatrice hezitoi. Pastaj u ngrit. Elise qëndronte në dhomën e vogël të stafit duke paketuar çantën e saj në atë mënyrë që dikush bën kur përpiqet të mos bëjë zë, të mos turpëroj askën në ndarje. Skena e bëri Rafaelin të ndalte dera. Ajo kishte pak rroba, të gjitha të palosura me kujdis. Disa libra të përdorur, një çantë e vjetër higjienike dhe një fotografi e shtrirë me fytyrë poshtë në krevat. Elise ngriti syt pa habi. Po mendoja të kërkoja zotin Rafael. Rafaeli hyri. Beatrice qëndroi pas tij. Kush të kërkoj të paketosh gjërat e tua? Ajo nuk bëri të mos kuptonte. Askush drejt për drejt. Pse e bën atëherë? Sepse e di kur prania ime bëhet problem. Beatrice e shtrëngoi dorën në buzën e bluzës. Prania jote nuk është problem, tha Rafael. Elise mori fryrë thellë. Në praktik, është bërë. Në praktik, u përgjigj ai, është bërë zgjidhja për një shtëpi që kishte ngecur në kohë. Ajo shikoi larg për një moment, ndoshta për të mos pranuar shumë shpejt diçka që gjatë gjithë jetës së saj kishte mësuar të mos i besonte. Nuk dua të jem shkak i grindjeve në familjen tuaj. Nuk je. Po, jam. Dhe kjo peshon gjithmonë më shumë mbi atë që ka më pak pushtet. Fjalia mbeti pezull në ajër. Rafaeli kuptoi se nuk ishte teori, ishte përvojë. Beatrice bëri 2 hapa përpara. A do të zhdukesh? Elise e lëshoi bluzën që kishte palosur. Nuk doja të largohesha. Atëherë mos e bëj. Vajza foli me një pjekuri pothuajse të rritur. Rri. Elise u ul në gjunjë përpara Beatrices, më pëlqen shumë të jem me ty. Atëherë rri. Jo gjithçka varet vetëm nga të pëlqyerit. Nga varet atëherë? Elise nuk u përgjigj menjëherë. Nuk donte të gënjente, por nuk donte as t'i vinte peshën e botës një fëmijë. Rafaeli hyri në bisedë. Varet nga unë që të bëj atë që duhet të kisha bërë shumë kohë më parë. Ai shikoi Elisen. Askush tjetër në këtë shtëpi nuk do të përcaktoj marrëdhënien tuaj me vajzën time pa kaluar fillimisht nga unë. Askush. Nëse do të qëndrosh, atëherë do të qëndrosh. Ajo e mbajti shikimin e tij. Dhe nesër, kur dikush tjetër të ketë problem me këtë, ti do të japësh të njëjtën përgjigje? Dhe kur unë nuk jam këtu, do të jetë me shkrim. Elise kuptoi se ai e mendonte seriozisht. Ndoshta ishte hera e parë që ajo pa, jo vetëm burrin e pasur dhe të kontrolluar, por dikë të gatshëm të mbronte një vendim që përfshinte ndjenja, fërkime dhe konflikt. Do të qëndroj, tha ajo më në fund. Beatrice e lëshoi ajrin si dikush që kthehet nga një zhytje. Atë mbrëmje, të 3 hëngrën darkë së bashku në kuzhinë nga zgjedhja e tyre, jo rastësisht. Elise shërbeu supë. Beatrice hëngri pothuajse gjithçka. Rafaeli e la celularin me fytyrë poshtë gjatë gjithë vaktit. Nuk do të përgjigjesh? Pyeti Beatrice. Jo tani. Por është e rëndësishme. Ai e shikoi atë. Edhe ti je e rëndësishme. Beatrice uli shikimin me një buzëqeshje të vogël. Elise bëri sikur ishte e zënë me ushimin, por kapi çdo detaj. Kishte diçka tek ai baba që nuk ishte ftohtësi, ishte frika për të bërë gabim dhe zakoni për të fshehur pas detyrave të tij. Ajo njihte burra të tillë, burra që kishin mësuar të zgjidhnin problemet e të gjithëve përveç të tyre. Ajo thjesht nuk kishte njohur askën që e shikonte vajzën e tij ashtu siç shikonte Rafaeli, dhe përpiqej të kompensonte kohën e humbur pa kërkuar rezultate të menjëhershme. Pas darkës, Beatrice donte t'i tregonte Elises dhomën e nënës së saj. Rafaeli u ngurtësua brenda. Kishte më shumë se një vit që vajza nuk kishte ftuar askënd atje. Hapësira ishte ruajtur me shumë kujdes, pothuajse si një muze privat i mungesës. Rrobat e renditura, librat në vend, parfumi ende në komod, perdet gjysmë të mbyllura gjithmonë. Elise e shikoi Rafaelin para se të përgjigjej. Ai tundi kokën. Ata të dy kaluan nëpër korridor dhe ai qëndroi i palvizur për disa sekonda. Një pjesë e tij donte ta ndalonte.
Pjesa tjetër kuptoi se vajza po bënte pikërisht atë që kishte nevojë, duke ndarë pikëllimin e saj me dikë që nuk e trajtonte si problem. Kur hyri në dhomë, e gjeti Beatricen në koltuk me një album fotografish në prerë dhe Elisen pranë saj, duke dëgjuar. Këtu isha e vogël, tha Beatrice duke treguar një foto. Këtu mami më mori për të parë detin. Ajo fleti. Këtu ishte ditëlindja ime. Pastaj zëri i saj ndryshoi. Pas kësaj, ajo u lodh. E gjithë dhoma dukej se mbante frymën. Elise nuk tha, e kuptoj, sepse nuk e njihte pikëllimin e saktë. As nuk ndryshoi temë. Ajo thjesht pyeti, a të mungon shumë këtu brenda? Beatrice tundi kokën. Ndonjëherë ndjej se nëse prek gjërat e saj, do të harroj fytyrën e saj. Rafaeli, i cili qëndronte i mbështetur në kornizën e derës, e dëgjoi këtë si një dënim. Elise mori albumin me kujdes dhe e vendosi përsëri në prerin e Beatrices. Të mbash gjithçka të pandryshuar nuk e kthen personin, por ta kujtosh atë në mënyrën tënde mund ta zvogëloj frikën. Beatrice mendoi për një kohë. A mund të hap nesër një nga sirtarët e saj? Rafaeli u përgjigj përpara se ndonjë guxim ta linte. Po, mundesh. Gjatë ditëve në vijim, shtëpia hyri në një rutinë të re, të qetë por të qëndrueshme. Beatrice filloi të zgjohej më herët për të ngrënë mëngjes në kuzhinë. Ajo ndihmonte me punë të thjeshta. Pyeste për receta, për qepje, pse disa pëlura zgjasin më shumë se të tjerat, pse brumi fryhet dhe pse disa njerëz nuk qëndrojnë. Elise nuk i shpejtonte kurrë përgjigjet e saj. Rafaeli filloi të kthehej në shtëpi më herët, të paktën 3 ditë në javë. Ai anuloi eventet sociale, zëvendësoi takimet fizike me biseda në telefon dhe hante drejt në shtëpi kur mundte. Në fillim dukej e përkohshme. Pastaj u bë një zgjedhje. Ai ndjeu se nëse nuk do të merrte vendin e tij si baba tani, do të kalonte pjesën tjetër të jetës së tij duke u përpjekur të kompensonte kohën që nuk do të kthehej. Por ndryshimi i vërtet zakonisht zgjon rezistencën e vjetër. Kristina nuk u tërhoq. Ajo filloi të telefononte të afërmit duke lënë të kuptojë se vëllai i saj ishte emocionalisht i cenueshëm dhe se shtëpiakja kishte marrë shumë ndikim, shumë shpejt. Asgjë eksplicite, asgjë e lehtë për t'u përballur, por mjaftueshëm për të krijuar zhurmë. Një kushin sugjeroi kujdes. Avokati i familjes përmendi kalimthi aspektet e ligjit të punës. Një mik i vjetër i Klaras vizitoi Beatricen dhe la shtëpinë me bindjen e fortë se kishte një afërsi të papërshtatshme midis punëdhënësit, të punësuarit dhe fëmijës. Rafaeli e pa modelin duke u formuar dhe u ndjej bllokuar midis zemërimit dhe turpit, jo për shkak të Elises, por për shkak të llojit të njerëzve që e kishin rrethuar për vite. Njerëz që ngatëronin dinjitetin me statusin shoqëror. Një e premte me shi, Rafaeli erdhi në shtëpi dhe gjeti një zarf pa dërgues në tavolinën e tij të shkrimit. Brenda kishte kopje të dokumenteve të vjetra dhe një fjali të vetme të shtypur me makinë. Zbuloni kush është brenda mureve tuaja përpara se të jetë vonë. Ai i lexoi të gjitha një herë, pastaj përsëri. Midis letrave ishte një raport i vjetër policie nga një pjesë e largët e vendit me emrin e Elises të përmendur në një grindje familjare. Ishte një kërkesë për vizitë mbrojtëse që padyshim nuk ishte miratuar, dhe ishte një fragment i paplot gazete nga një gazetë lokale i shtypur keq që përmendte një grua që kishte lënë papritur punën e saj pas konflikteve personale. Nuk kishte asnjë krim, asnjë dënim, asnjë fakt të qartë. Kishte insinuata, dhe kjo ishte pikërisht lloji i papastërtisë që njerëzit e ndyrë përdorin për të shkatëruar reputacionet. Rafaeli qëndroi me ato letra për një kohë të gjatë. Një pjesë e tij donte t'i griste të gjitha dhe të kursente Elisen nga një poshtërim tjetër. Një pjesë tjetër kuptoi se do të ishte një gabim serioz të fshihte diçka nëse kishte diçka të vërtet pas. Ai shkoi në kuzhinë. Beatrice flinte në divanin e vogël me një libër të hapur në prerë. Elise e mbuloi me një batanie të lehtë. Skena ishte aq e thjeshtë sa pothuajse e bëri atë të priste. A mund të flasim? Pyeti ai. Elise lexoi fytyrën e tij menjëherë. Tani? Po, tani. Në tavolinën e shkrimit, Rafaeli nuk u mbaj. Ai e vendosi zarfin në tryezë. Kjo u shfaq sot. Elise i shikoi letrat pa i prekur në fillim. Pastaj tërhoqi një karrige, u ul dhe filloi të lexonte.
Nuk kishte indinjat teatrale, as tronditje të tepruar. Ajo që kaloi në fytyrën e saj ishte diçka që ai nuk e kishte parë kur më parë, një përzierje lodhjeje e vjetër dhe gatishmërie. Kur mbaroi, i mblodhi dokumentet në heshtje. Kush e dërgoi? Nuk e di, por mund të marr me mend. Edhe unë. Ajo i vendosi duart në prehër. A do që unë të iki, zoti Rafael? Nuk ishte kjo ajo që pyeta, por kjo është ajo që këto letra kërkojnë. Ajo që dua të di është nëse ka ndonjë gjë që kam nevojë të dëgjoj nga ti përpara se dikush tjetër ta tregojë në mënyrën e tij. Elise heshti për disa sekonda. I vetmi zë ishte shiu në distancë. Po, ka, tha ajo. Dhe unë do ta tregoj. Ajo foli dhe e shikoi atë, jo në dysheme, me pauza të matura, si dikush që zgjedh saktësinë sepse kishte jetuar shumë gjatë i rrethuar nga njerëz që ishin gati të shtrembëronin historinë e saj. Ajo tregoi se ishte martuar e re me një burr që dukej i mirë në fillim, por që gradualisht kontrollonte paratë, miqësitë, orarin e saj dhe çdo vendim. Ajo nuk përdori fjalë të rënda, nuk kërkoi keqardhje, ajo tregoi fakte. Kur u përpoq të largohej, u përball me kërcënime të nënkuptuara, presione nga familja e tij dhe një fushat të heshtur për ta bërë atë të dukej e paqëndrueshme. Ajo dokumentoi atë që mundi, u largua nga qyteti pothuajse pa asgjë. Ajo kishte punuar në shumë shtëpi dhe gjithmonë shmangte lënien e gjurmëve që mund të ndiqeshin. Raporti që është atje nuk është kundër meje, shpjegoi ajo. Ai flet për një grindje në shtëpinë e ish vjerrës sime kur u ktheva për të marrë gjërat e mia, emri im është atje sepse unë isha e pranishme. Dhe artikulli i gazetës? Unë lash një punë sepse ai kishte marrë vesh se ku punoja. Zgjodha të humbas rrogën sesa të sjell probleme në shtëpinë e dikujt tjetër. Apo të kërkon akoma? Elise bëri një pauzë. Mendova se kishte pushuar deri në këtë zarf. Rafaeli e ndjeu peshën e situatës duke u vendosur me qartësi. Pse nuk treguat asgjë nga kjo kur u punësuat? Përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e ashpër. Sepse dikush në situatën time mëson herët se nëse flet shumë, e humb shansin para se të filloj. Ai nuk mund të mos pajtohej. Unë kur nuk kam sjell probleme në asnjë shtëpi ku kam punuar, vazhdoi ajo. Kur nuk kam tradhtuar, kur nuk kam vjedhur, kur nuk kam gënjur për punën. Jetën time private e mbaj për vete sepse pothuajse gjithmonë përdoret kundër meje. Unë nuk do ta përdor atë. Megjithatë, do ta kuptoja nëse zoti Rafael vendoste të ndërpres. Jo. Fjala erdhi shpejt. Të ndërpresësh nuk është përgjigjja. Të kuptuarit është. Të nesërmen në mëngjes, Rafaeli nuk priti që dita ta kthente përsëri në rutinën e vjetër. Para kafes, ai zgjidhi atë që duhej zgjidhur. Ai njoftoi shkollën se të gjitha bisedat për Beatricen do të kalonin nëpërmjet tij. Ai forcoi sigurinë në shtëpi, foli me avokatin dhe i tha qartë Kristinës se askush nuk do të shfrytëzonte frikën e vajzës së tij në emër të mirëkuptimit. Kur hyri në kuzhinë, Elise ishte tashmë pranë tavolinës duke organizuar në heshtje. Beatrice ishte ulur në tryez duke i vëzhguar të dy si dikush që përpiqet të zbulojë nëse premtimi i mbrëmjes së kaluar kishte mbijetuar deri në mëngjes. Rafaeli tërhoqi një karrige, u ul përballë vajzës dhe foli pa zbutur fjalë. Sot askush nuk flet për ty, askush nuk i largon njerëzit që janë të mirë për ty dhe askush nuk merr vendime në këtë shtëpi pa kaluar fillimisht nga unë. Beatrice uli shikimin për një moment, ndërloi gishtat e saj dhe më pas pyeti në heshtje. Edhe nëse është nga familja? Edhe nëse është nga familja. Edhe nëse thonë se është për të mbrojtur, veçanërisht nëse e thonë pa të dëgjuar ty. Ajo shikoi Elisen duke kërkuar të njëjtën shenjë. Elise ju afrua, vendosi një filxhan qumësht të ngrohtë përpara Beatrices dhe u përgjigj me qetësinë që gjithmonë e ndihmonte vajzën të merrte frymë më mirë. Nuk ke nevojë të hamendësosh se kush është në anën tënde. Do ta dish. Beatrice e mbajti filxhanin me të dy duart, ashtu siç bënte kur donte të fshite atë që ndjente. Dhe për herë të parë, ajo nuk dukej se priste që momenti i mirë të përfundonte shumë shpejt. Atë pasdite erdhi konfirmimi se zarfi nuk ishte i rastësishëm. Kishte pasur aktivitete të lidhura me të kaluarën e Elises. Dikush po përpiqej aktivisht të gjurmonte Elisen dhe dikush kishte mbjell dyshime brenda shtëpisë përpara se t'i afrohej seriozisht. Rafaeli i tregoi gjithçka Elises.
Ajo lexoi çdo faqe pa nxitim. Mendova se ajo pjesë e jetës sime ishte lënë pas, tha ajo, duke I shtypur duart e saj të sheshta në tavolinë për të qëndruar e qetë. Nëse kthehet, nuk do të gjej vetëm. Ajo ngriti sytë. Zoti Rafael flet sikur të ishte e lehtë. Unë nuk po flas se është e lehtë. Po flas për një vendim. Më vonë atë ditë, një makinë u pa e parkuar në rrugën anësore për disa minuta para se të largohej kur personeli I sigurisë ju afrua. Asgjë më shumë nuk ndodhi përveç kësaj, por ishte e mjaftueshme për të provuar se kërcënimi nuk ishte për të friksuar, por për të ndërhyrë në paqen e tyre pa pasur nevojë të hynte. Rafaeli ja tregoi Elisës. Ajo u zbe, por e ruajti dinjitetin e saj. A e njeh atë? Absolutisht jo. Por kam një ndjesi. Shikimet e tyre u takuan me një lloj tensioni të ri, të rritur, serioz, pa lidhje me ndjenjat e nxituara. Ishte besim I provuar në terrenin e vërtetë. Atëherë ajo pjesë ku ne pretendojmë se kjo zhduket vetveti u mbaroi, tha Rafaeli. Elise u përgjigj me një sinqeritet që pothuajse lëndonte. Unë kur nuk kam pretenduar. Thjesht nuk doja që Zoti Rafael të paguante për diçka që nuk e kishte shkaktuar. Ndoshta më në fund kam vendosur të paguaj çmimin e duhur. Përpjekja e fundit për të destabilizuar Elisen erdhi një mëngjes të kthjellët. Kur një burr u shfaq jashtë portës dhe kërkoi të fliste me të, ai nuk hyri brenda, nuk ngriti zërin, ai provoi atë që gjithmonë kishte funksionuar te dikush që ishte I izoluar, këmbëngulja dhe presioni I ngadalt. Por këtë herë, Elise nuk ishte vetëm, dhe kjo ndryshoi gjithçka. Rafaeli zbriti me avokatin. Personeli I sigurisë regjistroi vizitën. Burri u përpoq të paraqitej si dikush që zgjidhte çështje të vjetra, por një përgjigje e vendosur e përfundoi çështjen. Gjithçka që Zoti ka për të thënë do të trajtohet përmes kanaleve ligjore, tha Rafaeli. Burri nguli këmbë, duke thënë se Elise I detyrohej një telefonat. Ishte atëherë që ajo u shfaq në derën e përparme. Ajo nuk u afrua më shumë se sa ishte e nevojshme. Beatrice qëndroi disa hapa pas. I gjithë stafi I shtëpisë mund të shihte se çfarë po ndodhte. Elise nuk dridhej. Unë nuk të detyrohem më heshtje, as frikë, as më shpjegime. Jo pasi më ke bërë të ikë për vite. Burri pa avokatin, pa personelin e sigurisë, pa Rafaelin që qëndronte I palvizur pranë saj, pa vajzën që vëzhgonte dhe kuptoi se historia e vjetër kishte marrë vërtet fund. Ai u largua pa fituar asgjë tjetër përveç konfirmimit se kishte humbur fuqinë e vetme që ende përpiqej të mbante. Kur porta u mbyll, Beatrice vrapoi te Elise. A mbaroi vërtet? Elise shikoi Rafaelin para se të përgjigjej. Ai tundi kokën. Ka mbaruar, tha ajo. Dhe këtë herë, ajo e besoi. Vajza I përqafoi të dy në të njëjtën kohë dhe ata të tre qëndruan ashtu për disa sekonda pa pasur nevojë të thoshin asnjë fjalë. Paqja që erdhi më pas nuk ishte as e zbrazët as e brisht, ajo u ndërtua ditë pas dite. Beatrice u kthye në shkollë me diçka ndryshe në sy. Ajo fitoi dy miq të cilët I ftoi në shtëpi për një pasdite me pjekje në kuzhinë. Dhe kur dita erdhi, Rafaeli qëndroi përsëri në të njëjtën hapje dere ku gjithçka kishte filluar dhe pa vajzën e tij duke qeshur pa përpjekje, ndërsa ajo u mësonte miqve të saj të gatuajnë brumin ashtu siç I kishte mësuar Elise. Më vonë, kur shtëpia u bë përsëri e qetë, Beatrice erdhi me një vizatim të ri për babain e saj. Këtë herë, ai kishte 4 elementë të qartë, vetë ajo, Elise, Rafaeli dhe tavolina e mbuluar me miell. Askush nuk qëndronte larg. Askush nuk ishte vetëm në sfond. Tani është e saktë, tha ajo dhe ja zgjati atë. Rafaeli e studioi vizatimin. Po, është. Beatrice vëzhgoi fytyrën e tij dhe më pas pyeti, a të mungon akoma mami? Ai mori frym thellë. Po, por tani dhemb në një mënyrë që mund të vazhdoj të jetoj me të. Beatrice dukej se e kuptoi. Ajo mbështeti kokën e saj në krahun e tij dhe tha me një thjeshtësi që vetëm dikush që kishte vuajtur shumë herët mund ta kishte, atëherë besoj se po fillojmë të bëhemi më mirë. Elise, e cila e dëgjoi këtë nga tavolina, e ktheu fytyrën për një sekond për të mbajtur lotët. Kur shikoi përsëri, ajo tashmë po qeshte. Ajo që filloi me një vajzë që të gjithë shmangnin përfundoi me një familje që mësoi të qëndronte. Dhe ndoshta kjo ishte arsyeja pse, këtë herë, e mira jo vetëm që kaloi, por qëndroi.
Javët në vijim ishin të qeta në një mënyrë që askush në shtëpi nuk ishte mësuar. Jo heshtja e rënë nga koha pas vdekjes së Claras, por një qetësi që ndiej gjallë. Beatrice filloi ta linte dhomën e nënës së saj të qetë. Ajo shkonte atje ndonjëherë, por nuk qëndronte më orë të tëra. Ajo mund të hapte një sirtar, të shikonte diçka, ta mbyllte dhe të dilte përsëri. Elise nuk tha kur se ajo duhej të bënte këtë apo atë. Ajo thjesht ishte aty, e disponueshme pa qenë ndërhyrëse. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që Beatrice kishte nevojë. Rafaeli vuri re se si gjua e trupit të vajzës së tij ndryshoi. Ajo qëndronte më drejt, i mbante syt pak më gjatë, nuk e ndërpriste kontaktin me sy në panik. Kur fliste me Elisen, ndonjëherë mbështetej te ajo, një familiaritet i natyrshëm që askush nuk e kishte detyruar. Një pasdite, Beatrice erdhi nga shkolla me një kartolinë. E kishte bler vetë në një librari afër shkollës. Ajo përshkruante një shtëpi të vjetër guri pranë një liçeni. Dua të shkoj këtu, tha ajo, duke e mbajtur lart përballë Rafaelit. Ai mori kartolinën dhe e ktheu. Nuk kishte asnjë vendodhje të shkruar pas. Ku është? Nuk e di, por duket të jetë e qetë. Rafaeli shikoi Elisen që qëndronte pranë sobës. Ajo buzëqeshi pak. Ndoshta një ekskursion? Sugjeroi Beatrice me kujdes. Jo për të shkuar atje me të vërtetë, thjesht për të bërë diçka së bashku. Rafaeli ndjeu se diçka brenda tij po hapej. Ai kishte shmangur ekskursionet familjare që kur Clara vdiq. Çdo propozim për aktivitete të përbashkëta ishte ndjerë si një tradhti ndaj kujtimit të saj. Por tani, kur Beatrice vetë mori iniciativën, ai kuptoi se ajo nuk po përpiqej të zëvendësonte nënën e saj. Ajo thjesht po përpiqej të jetonte. Mund të shkojmë këtë fundjavë, tha ai. Syt e Beatrices u ndezën. Të tre. Ajo shikoi Elisen. Elise hezitoi vetëm për një pjesë të sekondës. Nëse zoti Rafael do. Udhëtimi doli më i shkurtër se sa kishin planifikuar. 2 trena dhe një autobus, pastaj një vilë e vogël pranë një liçeni që Rafaeli gjeti në minutën e fundit. Nuk ishte një vend luksoz, asgjë si shtëpia e tyre. Vila kishte 2 dhoma, një sopë druri dhe një verandë që kërciste kur ecje mbi të. Beatrice e donte që nga momenti i parë. Ajo vrapoi në skel, hoqi këpucët dhe i zhyti këmbët në ujë pavarësisht se ishte vonë në pranverë dhe akoma i ftohtë. Elise i çmontoi gjërat e tyre të pakta, ndërsa Rafaeli qëndroi në breg duke parë vajzën e tij. Kur ra muzgu, ata ndezën një zjarr jashtë. Beatrice u ul midis Rafaelit dhe Elises në një stol, e heshtur dhe e kënaqur. Perëndimi i diellit e ngjyrosi liçenin portokalli. Një peshk u hodh diku larg. Nënës i pëlqenin liçenet, tha Beatrice pa pritur. Askush nuk u përgjigj në fillim. Rafaeli e vuri krahun rreth saj. Po, asaj i pëlqenin. Asaj do t'i kishte pëlqyer këtu. Beatrice mori frym thellë. A mendon se ajo na sheh? Rafaeli shikoi lart në qiell. Nuk e di. Por shpresoj. Elise nuk lëvizi asnjë muskul, por sytë e saj shkëlqenin në dritën e zjarrit. Atë natë, Beatrice fjeti mirë për herë të parë në një kohë të gjatë. Rafaeli qëndroi ulur në kuzhinën e vilës pasi ajo ushtri. Elise lau ngadalë 2 gota. Kishte diçka në atmosferë që ftonte për të menduar në heshtje. Ajo nuk ishte ajo që fliste e para, por atë mbrëmje e bëri. Zoti Rafael ka ndryshuar. Ai e shikoi lart. Në çfarë mënyre? Më parë, ju qëndronit gjithmonë pak më njanë. Sikur po shikonit jetën tuaj nga larg. Tani jeni në mes të saj. Ai reflektoi mbi fjalët e saj. Ndoshta ajo kishte të drejtë. Kur u kthye nga liçeni, kishte një letër në kuti postare. Asnjë zarf këtë herë, vetëm një copë letër e palosur me emrin Beatrice të shkruar me shënues nga jashtë. Rafaeli e hapi të parën për ta mbrojtur atë. Brenda thoshte vetëm, pyeti pse e la punën e saj të mëparshme. Asgjë më shumë. Rafaeli ndjeu zemërimin duke u rritur. I njëjti person, e njëjta metodë, duke u përpjekur të mbjellë dyshim duke synuar drejt për drejt fëmijën. Ishte një nivel i ri i ulët. Ai e futi letrën në xhep dhe nuk i tha asgjë Beatrices, por ai ja tregoi Elises atë mbrëmje.
Elise u zbeh kur i lexoi rreshtat. Ajo u ul rënd në një karrige në dhomën e stafit. Ata nuk dorëzohen. Rafaeli qëndroi në derë. Jo, nuk dorëzohen. Por nuk do të shkojnë më larg. Jo këtu. Duhet të zbulojmë se kush është. Elise tundi kokën. Kam një ide mjaft të qartë. Ka shumë mundësi që të jetë partnerja e re e ish burrit tim. Ose motra e tij. Ata gjithmonë e kanë urryer që unë nuk e mbajta gojën mbyllur dhe nuk u zhduka në heshtje. Rafaeli e shikoi seriozisht. Dëshiron ta raportosh këtë në polici? Kjo do të thotë që ju të përfshiheni edhe më shumë. Ju jeni tashmë. 3 ditë më vonë, ata morën përgjigje. Një grua ishte përpjekur të kontaktonte drejtorin e shkollës duke u paraqitur si një e afërme e shqetësuar. Ajo kishte pyetur nëse Beatrice po ndihej mirë dhe kishte lënë të kuptojë se kishte një person të paqëndrueshëm në shtëpi. Drejtoresha, e cila ishte një grua me përvojë ngaume, telefonoi direkt Rafaelin. Ajo tregoi gjithçka me zë të matur. Nuk doja të veproja në bazë të thashethemeve, zoti Rafael, por mendova se duhet ta dini. Ai falenderoi. Kjo është më shumë se sa mund të kërkoja. Ndërkohë, Rafaeli kishte punësuar një hetues privat diskret por të përpikt. Nuk kaloi shumë kohë para se të merrnin një emër. Një grua në të 40-tat banuese në një periferi të Göteborgut. Ajo ishte martuar me ish-burrin e Elises pasi ata u ndanë. Marrëdhënia e tyre kishte përfunduar disa vjet më parë, por hidhërimi ndaj Elises kishte mbetur. Gruaja nuk kishte asnjë lidhje reale me Rafaelin apo Beatricen. I gjithë sulmi i saj kishte të bënte me shkatërimin e Elises, për ta ndëshkuar atë për të guxuar të ndërtonte një jetë të re. Rafaeli u takua me avokatin e tij dhe ata dërguan një letër formale. Asnjë kërcënim, vetëm një shenjë e qartë, çdo kontakt me familjen, direkt apo indirekt, do të dokumentohej dhe do të përcillet te policia dhe prokuroria. Tashmë kishte material të mjaftueshëm për një raport për kërcënim dhe ngacmim të paligjshëm. Letra bëri efekt. Javën tjetër, hetuesi dëgjoi se gruaja kishte pushuar së provuari. Ajo kishte kuptuar se këtë herë Elise nuk ishte vetëm. Beatrice vuri re se diçka kishte ndodhur, por nuk pyeti hapur. Në vend të kësaj, ajo vizatoi më shumë figura. Tani ajo ishte në një periudhë ku gjithçka kishte të bënte me shtëpinë pranë liçenit. Ajo vizatoi vilën, skelën, perëndimin e diellit. Në një nga fotografitë ishin 3 persona në skelë, një i gjatë, një më i shkurtër dhe një në mes. Rafaeli pyeti kush ishte ai në mes. Është Elise, shpjegoi Beatrice. Ajo qëndron midis nesh. Pse? Sepse ajo e bën gjithmonë. Ajo siguron që askush të mos bjerë në ujë. Rafaeli nuk mund të mos qeshte. Një muaj pas udhëtimit të liçeni, erdhi hapi tjetër. Klasa e Beatrices në shkollë do të kishte një ditë pjekjeje dhe secili fëmijë mund të sillte një të rritur për të ndihmuar. Mësuesit inkurajonin prindërit, por ata e dinin se situata e Beatrices ishte e veçantë. Rafaeli ofroi të vinte, por Beatrice tundi kokën. Dua që Elise të vijë me mua. Rafaeli u habi, por pas sa e rëndësishme ishte për të. Ai e rregulloi që Elise të mund të shoqëronte gjatë mëngjesit. Në shkollë, pati shumë vështrime. Disa prindër përshpëritnin. Kush është gruaja me Beatricen? A është dado e re? E afërme? Elise nuk u ndje. Ajo qëndroi pranë tavolinës pranë Beatrices dhe u tregoi asaj dhe 2 vajzave të tjera se si ta gatuajnë brumin siç duhet. Jo shumë fort, jo shumë lirshëm. Lëreni brumin të marrë frym. Mësuesit panë se si Beatrice lulëzoi. Ajo foli, qeshi, tregoi me krenari si mitet e saj. Më pas, mësuesja e klasës ju afrua Elises. Ju keni bërë mrekulli me të. Elise falenderoi me mirësjellje, por nuk tha asgjë më shumë. Kur u kthyen në shtëpi atë pasdite, Rafaeli qëndronte në kuzhinë duke ngrohur supë. Ai kishte marrë leje për të qenë në shtëpi kur ata të ktheheshin. Beatrice u hodh mbi çantën e saj dhe filloi të tregonte gjithçka menjëherë. Ne bëm si mite kanele. Të mijat ishin më të mirat. Elise e tha. Elise qeshi dhe tundi kokën. Thash se ishin të bukura, jo domosdoshmërisht më të mirat. Beatrice qeshi.
Atë mbrëmje, pasi Beatrice ra në gjumë, Rafaeli dhe Elise mbetën ulur në dhomën e ndenjes. Një zjarr i vogël ishte duke u ndezur. Kishte rënë shi gjatë pasdites dhe era e tokës së lagur depërtonte nga dritarja e hapur. Rafaeli mbushi 2 gota me verë dhe shtyll një drejt Elises. Ajo hezitoi në fillim, pastaj e mori. Gëzuar, tha ai. Për çfarë? Që nuk u bë siç kisha frikë. Që Beatrice po qesh përsëri. Që ti je këtu. Elise e ngriti gotën ngadalë. Nuk e di sa kohë mund të qëndroj. Rafaeli e shikoi. A do të thuash për shkak të kërcënimeve? Jo. Jo vetëm. Dua të them se nuk kam qëndruar kur askund për shumë kohë. Nuk është zakoni im. Ti vetë thatë se nuk doni të ishit problem. Nuk dua të jem diçka që duhet mbrojtur gjatë gjithë kohës. Është raskapitse. Rafaeli e vendosi gotën poshtë. Më lejo të jem i qartë për diçka. Ti nuk je problem. Ti je pjesë e zgjidhjes. Për Beatricen, për mua. Për këtë shtëpi. Nëse zgjedh të ikësh, do ta respektoj. Por nëse ikën sepse mendon se është më mirë për ne, atëherë e ke gabim. Elise shikoi poshtë në dysheme për një kohë të gjatë. Kur ngriti sytë përsëri, ishin të shndritshëm, por ajo nuk qante. Nuk jam mësuar që dikush të qëndroj dhe të luftoj për mua. Koha për të mësuar. Ai buzëqeshi gjysmë. Elise gjithashtu buzëqeshi, por me një lloj kujdesi që tregonte se ajo ende nuk e besonte vërtet. 2 javë të tjera kaluan. Një ditë, një kuti e madhe erdhi me posë. Pa dërgues, por Rafaeli kishte një ndjesi në stomak. Ai e hapi me kujdes. Brenda ishte një makinë e vjetër qepse e markës Husqvarna, nga vitet 1950, e ruajtur mirë dhe e lyrë së fundmi me vaj. Një kartolinë e shkruar me dorë ishte sipër. Aty shkruaj, për Beatricen, për të qepur kujtime të reja. Përshëndetje nga dikush që kupton. Rafaeli e ktheu kartolinën. Asnjë emër. Ja tregoi Elises. Asnjëri prej tyre nuk e njihte shkrimin. Beatrice, nga ana tjetër, u gëzua shumë kur pa makinën qepse. Është kaq e bukur. A mund ta provojmë? Elise dinte të përdorte një makinë të tillë. Gjyshja e saj kishte pasur një të ngjashme. Gjatë ditëve në vijim, Beatrice dhe Elise kaluan shumë orë në dhomën e ndenjes, ku e vendosën makinën qepse në një tryezë. A filluan me gjëra të thjeshta, jastëk të vegjël dhe arnime. Beatrice mësoi shpejt. Ajo ishte e saktë dhe e durueshme kur tema e interesonte. Rafaeli ndonjëherë ulej në divan duke lexuar dokumente pune ndërsa ato qepnin. Tingulli i makinës, biseda e ulët midis Beatrices dhe Elises, ndihej si diçka nga një kohë tjetër. Një natë e premte, Beatrice zbriti nga dhoma e saj me një krijim. Ishte një qese e vogël pëlvure, e punuar me dorë, me lule të qëndisura. Është për babin. Ajo ia zgjati. Rafaeli e mori sikur të ishte prej ari. Kjo është gjëja më e bukur që kam marrë. Beatrice buzëqeshi gjerësisht. Tani mund t'i mbash çelsat në të që të mos i humbësh më. Ai menjëherë futi çelsat e tij në qese. Kristina ishte mbajtur larg për një kohë pas përballjes së fundit. Por një të diel pas dite, ajo u shfaq përsëri. Këtë herë, ajo solli një tortë dhe një buzëqeshje që nuk i arrinte sy. Rafaeli ishte i përgatitur. E priti në korridor, i qetë dhe i vendosur. Përshëndetje, Kristina. Mirë që erdhe. Ajo kërkoi Beatricen me shikim. Ku është mbesa ime? Në kopsht me Elisen. Po mbjellin lule. Kristina kaloi në përderën e kuzhinës. Ajo u ndal në shkallët dhe pa Beatricen në gjunjë në vendin e luleve, me tokë në duar, pranë Elises. Beatrice qeshi me diçka. Tingulli ishte aq i natyrshëm sa edhe Kristina qëndroi atje një sekondë shtesë. Rafaeli doli dhe qëndroi pranë motrës së tij. Ajo është e lumtur. Është. A nuk ishte kjo ajo që donim? Po. Por. Asnjë por. Kristina u kthye nga ai. Isha e shqetësuar. Ndoshta mbrojtëse tepër. E di se sa lehtë lidhet Beatrice. Po, e di.
Dhe e di sa lehtë braktiset. Ti ke pasur të drejtë deri diku. Por edhe ti e ke gabim. Kristina heshti. Ajo shikoi përsëri Beatricen, e cila tani po mbante një lopath të vogël në ajër dhe po ja tregonte Elises. Ndoshta e kisha gabim. Rafaeli e vuri krahun rreth motrës së tij. Është në rregull. Të gjithë po mësojmë. Beatrice vuri re se tezja Kristina qëndronte në shkallë. Ajo tundi dorën. Kristina ju përgjigj tundjes, pak e ngurtë, por u përgjigj. Elise u ngrit në këmbë dhe u përkul me mirësjellje, por qëndroi në vendin e saj. Asgjë e pakëndshme nuk ndodhi. Pas një kohe, Kristina zbriti në kopsht dhe u ul në një stol. Beatrice erdhi me një vazo të vogël. Këtë ta jap ty, ka një trëndafil. E mbolla vet. Kristina e mori vazon. Faleminderit, zemër. Do ta vendos në balkonin tim. Atë mbrëmje, ata hëngrën darkë së bashku, të katër. Gjatë momenteve të heshtura, dëgjoheshin vetëm takëmet në pjata. Por ishte një lloj heshtjeje e mirë. Kur Kristina do të largohej, ajo e përqafoi Beatricen fort dhe tha, jam krenare për ty Beatrice, duke je habitur. Pse? Sepse je më e fortë se shumica e të rriturve që njoh. Pasi Kristina u largua, Elise pastroi. Rafaeli u ul në divan me Beatricen në prerë. Ata pan një film për fëmijë që Beatrice zgjodhi. Në mes të tij, ajo ra në gjumë. Rafaeli e çoi lart në shtrat. Kur zbriti përsëri, kuzhina ishte bosh dhe e pastër. Elise ishte kthyer në dhomën e saj. Por në tavolinë kishte një copë të vogël letre të shkruar me dorë. Aty shkruaj vetëm, faleminderit që nuk u dorëzua. Rafaeli e palosi letrën dhe e futi në xhep, pranë qesës së vogël prej pëlhure. Të nesërmen në mëngjes, gjithçka ishte si zakonisht. Beatrice hëngri qull, Elise lau enët, Rafaeli piu kafe. Por asgjë nuk ishte vërtet si zakonisht. Diçka kishte ndryshuar thellësisht. Ata kishin mbijetuar stuhin. Tani po mësonin të jetonin në qetësinë pas saj. Dhe kjo ishte ndoshta pjesa më e vështirë dhe më e bukur e gjithçkaje. Fundi shkurtër I tregimit, shkruar në suedisht në të njëjtin stil dhe pa asterisk ose karaktere speciale. Teksti e përfundon historinë në mënyrë natyrale. Një të martë të zakonshme në mëngjes, 6 muaj pas gjithçkaje që ndodhi, Rafaeli qëndroi përsëri në derën e kuzhinës. Beatrice qëndronte në tavolinë me miell në duar, ashtu si hera e parë. Por tani ajo nuk kishte frikë të dështonte. Ajo kishte mësuar se brumi mund të shpëtohet, ashtu si pothuajse çdo gjë tjetër. Elise qëndronte pranë, e heshtur dhe e pranishme. Marrëdhënia e tyre nuk kishte më një emër të çuditshëm. Bëhej fjalë thjesht për të qenë aty për njëri tjetrin. Beatrice vuri re se babi ishte në derë. Ajo ngriti syt dhe buzëqeshi. Jo një buzëqeshje e kujdesshme, por një buzëqeshje e vërtet, e gjerë, e mbuluar me miell. Babi, po na ndihmon? Rafaeli hyri në kuzhinë, përveshi mëngët dhe futi duart në brum. Kështu bëhet, tha ai, duke treguar. Bravo, babi, tha Beatrice. Jashtë dritares së kuzhinës, gjethet po binin nga pemët. Një mëngjes I zakonshëm vjeshte në një shtëpi të zakonshme. Por asgjë nuk ishte e zakonshme më. Thjesht, ata kishin harruar se e zakonshmja mund të ishte e mjaftueshme. Elise fshiu tavolinën dhe buzëqeshi për vete. Rafaeli gatuante brumin pranë vajzës së tij. Dhe Beatrice, ajo merrte frym pa menduar për të. Pastaj u bë heshtje për një kohë. Vetëm tingulli I duarve që punonin me miell. Më pas Beatrice tha, kjo do të jetë buka më e mirë që kemi bërë ndonjëherë. Dhe ajo kishte të drejtë.